pak e komplikuar, thoni ju, situata dhe veta për brenda. Një pyetje e cila sigurisht ka si dhe një lloj shqetësimi është se si janë të financuara protestat e zhvilluara në Serbi, përtej dhe kritikave që ka patur nga ana e politikës apo grupimit të Vučić, që sigurisht që ka kritikuar ato. Ka informacione të tilla se si dhe kush i mbështet financiarisht të protesta? Por zotin Greta, ne si gazetar, ashtë me tepër shqiptar, nëse serbët nuk i di, na vetëm se mundin me spekulu, po sigurisht Serbia ka patrona, ka edhe biznismen të jashtëm, sikur në Kosovën që është e ndihmojmë, si në zgjedhje, si edhe gjatë luftës që është kemi ndihmu Kosovës, UÇK-ja, po edhe ata i kanë edhe burimet e veta financiare, sigurisht private, po edhe ndoshta aty këtu administrative të shtetit Serbisë që janë kundra pushtetit, kështu që veç mund të spekulojmë se kush qëndron. E qartë. Mendoj se ka forca biznismen të njohur edhe vetë qytetarët secili vetë financim, vetëm se për ta hequr nga qafe, si thonë Vučićit, nga pushteti. Dhe kështu që edhe Lugini Preshevës sot kam arritur thuaj, shoh se është situata stabile, nuk ka lëvizje, megjithëse ka të ushtrisë, kam pa polici anash në përmalsin Karadak për forcimet të kushtimeve, por ende situata është e qetë dhe kemi thonë disa herë se shqiptarët në Luginë Preshevës nuk ka nevojë të involvohen në protesta kundër Vučićit. Zotë Maliqi, pse? Ne kemi një armik të përbashkët, por megjithatë shqiptarët kërkesat e tyre i kanë proklamuar qysh më herët në Bruksel, në Washington dhe të tjerë. Zoti Ndoj ka një pyetje për ju, zoti Maliqi. Zoti Ndoj? Po, ju faleminderit për sjelljen që bëni zoti Maliqi. Jam kurioz dhe interesuar të di cili është qëndrimi i shqiptarëve në Luginë e Preshev, Bujanos, Medvegjë dhe të shqiptarëve në përgjithësi në Serbi në lidhje me këtë lëvizje që ka shpërthyer atje. Jo një lëvizje e fuqishme që nuk ka shumë vend për të diskutuar në fakt se kush e sponsorizon, sepse karburanti kryesor i kësaj lëvizje është urrëtia që kanë ndaj Vučićit, pjesëmarrje masive popullore e tillë që po ndodh sot në Beograd, nuk ka të bëjë shumë me kush e sponsorizon, se sa është një urrëtie e akumuluar në vite nga kundër një pushtetari shumë të korruptuar, siç është Vučić, por desha të di, shqiptarët e presin me interesim këtë lëvizje popullore të Serbisë anti-Vučić, e presin thjesht për shkak sepse duhet të rrëzohet Vučići, apo nuk shohin një shpresë që aspiratat e tyre marrin një zgjidhje me rrëzimin apo me qëndrimin e Vučićit atje. Kush është qëndrimi shqiptar, nëse mund ta thoni me pak fjalë? Qëndrimi i shqiptarëve është shumë korrekt dhe i drejtë. Ashtu shpon shqiptarët edhe para këtyre protestat ashtu quajtura studentëve tash të gjithë popullore kanë kërkuar të hiqet Vučići, sepse Vučići ka dëshmuar me politika gjithë një diskriminuese ndaj shqiptarëve. Por mos harroni se edhe me tjetër kush, domethënë tërheqja e Vučićit, ne kemi menduar se Miloševići shkoi, po vjen një tjetër më i mirë. Po edhe ky është Milošević tjetër në thojza, Milošević i ri. Kështu që edhe po jemi optimist se jemi optimist që do të ndryshojë situata, sepse nuk shkon gjithë Serbia të bëjë krime, masakre gjithë mbi shqiptarët. Dhe shqiptarët në këtë drejtim nuk janë të rezervuar, por kanë treguar se gjithë kanë qenë kundër këtij pushtetit. Megjasa që të vinë një personalitet, një njeri që rezonon drejt dhe respekton të drejtat e shqiptarëve në Luginë e Preshevës, ashtu si që respekton qeveria Kosovës, domethënë Kosova, shteti i Kosovës, serbët në veri. Pra vazhdoni njëti qëndrim me sa po kuptoj, kështu që po. Zoti Maliqi, t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj shumë që u kisha në këtë bisedë. Faleminderit, zoti Maliqi. Desha them se shqiptarët e Luginës Preshevës nuk kërkojnë asgjë më shumë se serbët e Kosovës. Domethënë duhet të respektojë këtë drejtim reciprociteti. E vërtet një bisedë që kemi bërë më përpara.